Ajo që dua të ndaj me ju është e para, cili do dhe cila do për jush që nuk pranon të jetë në listën e hapur, duhet ja bëj me dije drejtuesit ose drejtuesës politike. Parimi themelor i listës së re do të jetë asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Është e drejta e kujdo që nuk, për arsye të ndryshme, nuk dëshiron të jetë në listën e hapur, që ta thotë. Po duhet na thotë përpara që të mos jetë në listë dhe pastaj thotë jo po unë shkoj jo po. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste. Të parët. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të rinj, dhe plot të reja. E dyta, diskutimi ka qenë, unë e kam shprehur dhe kam thënë që drejtuesit politik duhet jenë në listën e hapur. Problemi që më duket se ka argumenti im, është që kjo do çorodiste gjithë procesin, sepse nuk do të lejonte asnjë barazi shansesh në garë, dhe nga ana tjetër nuk do të garantonte asnjë lloj drejtimi të vërtet politik të garës, të ndeshjes nga ana jonë.